Po mbante fjalim kongresmenja demokrate në Minneapolis sulmohet dhe spërkatet me substancë. Kongresmenja demokrate amerikane Han Omar u vu në shënjestër mbrëmjen e së martës në 27 janar gjatë një fjalimi në Minneapolis nga një burg që spërkati me një substancë të pa identifikuar përmes një shiringe. Burri u shoqërua jashtë godinës ndërsa Omar vazhdoi fjalën e saj duke thënë: "Ne mbetemi të fortë përballë çdo gjëje që na hedhin." Policia e Minneapolisit arrestoi shpejt individin i cili tani është në paraburgim. Kongresmenja është e sigurt ajo vazhdoi tubimin e saj publik sepse nuk do t'i lejoj ngacmuesit të fitojnë, tha zyra Omar në një deklaratë. Eventi u mbajt në qytetin e saj të lindjes Minneapolis, i cili është tronditur për javë të tëra nga operacionet e zbatimit të ligjit për imigracionin dhe vdekja e 2 personave që protestuan kundër tyre. "Do të vazhdojmë, ata nuk do t'ja dalim ban me këtë", deklaroi Omar me njërë pas sulmit dhe pasi kërkoi një pecet. Ilhan Omar, një figurë e shquar e së majtës amerikane me origjinë somaleze, ka qenë prej kohësh një shënjestër e së djathës amerikane dhe presidentit Donald Trump. I pyetur nëse kishte parë videon e sulmit ndaj kongresmenes amerikane, Trump e cilsoi atë si një mashtruese dhe se mund ta ketë skenuar vetë incidentin. Mendoi se ajo është një mashtruese. As pak nuk mendoi kështu. Ajo ndoshta e ka spërkatur veten me sprej, duke njohur atë. "Nuk e kam parë, shpresoj të mos kem pse të shqetësohem", tha Trump.